Miri, një nga emrat më të përfolur të këtij sezoni në Big Brother VIP Albania 5, po tërheq vëmendjen jo vetëm për dinamizmin e tij në shtëpi, por edhe për një trekëndësh emocional me dy prej banorëve. Dy vajza janë shfaqur të interesuara për të, duke i shtuar tensionin në lojë dhe duke e bërë këngëtaren një nga protagonistët kryesor të këtij edicioni. Po flitet pikërisht për Lornën dhe Selinin, të cilat duket se kanë ngatresa me njëra tjetrën dhe hedhin kunja gjatë gjithë kohës. Por një detaj nga e kaluara e Mirit ka ngjallur interesin e mediave roz dhe po shqyrtohet me shumë kujdes nga ndjekësit. Pak kush e di se Miri ka pasur një martesë të mëparshme me një grua bjonde gjermane me të cilën ka edhe një vajzë. Ky fakt ka nxjerrur disa spekulime lidhur me ndjeshmërinë e tij për gratë me tipare fizike të ngjashme. Në mënyrë të veçantë, ngjashmëria mes ish-bashkëshortes dhe një prej vajzave që po i shfaq pëlqim Lornës ka tërhequr vëmendjen e mediave dhe publikut. Lorna është gjithashtu bjonde, duke i dhënë më shumë mundësi për të spekuluar se ndoshta Miri është tërhequr nga një tipar fizik që i kujton të kaluarën e tij. Edhe Selina është bjonde po ashtu, dhe tani na mbetet vetëm të shikojmë se si do shkojë rrjedha mes këtyre tre banorëve. Duket se përveç konkurrencës për çmimin e madh, Miri është gjithashtu i përfshirë në një lojë emocionale që mund të jetë po aq intrigante sa dhe sfida për të fituar Big Brother. Nuk ndihet nëse banorët kanë ndjenja të vërteta, apo Miri i pëlqen të dyja vajzat, megjithatë duket se vajzat janë të manipuluara lehtë dhe kanë vënë njëra tjetrën përballë për të luftuar për Mirin. Po juve çfarë mendimi keni për këtë situatë? A mendoni se dikush në këtë trekëndësh ka ndjenja të vërteta apo të tre po luajnë për lojë? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit.